Yes, sime por ose sa isha të vi. Ja, për shok të partisë delegohet kur do si është lidhur me autograf se kolegët e kanë nisë të trend të ri. Keni paraqitur sot në këtë parlament raportin mbi integrimin në Bashkimin Evropian, i cili nga alfa tek omega, nga fjale e parë tek fjale e fundit, është mashtrim dhe vetëm mashtrim. Ky është një akt jashtëzakonisht i rëndë. Në një moment shumë transishëm për shqiptarë, për Shqipërinë. Ju paraqisni një raport para parlamentit që nuk guxoni ta lexoni dhe vendosni në mënyrë antikushtetuese që raporti të mos lexohet, që qytetarët të mos dinë, të mos njihen me mashtrimet tuaja. Nuk ka akt më jo serioz. Nuk ka akt, prandaj kërkoj të tërhiqet me një raporti. Raporti është fund e krye. Mashtrime dhe burokraci, keni renditur vendime, qeverie, tjere me radhë. Kurse, për sa u përket performancës, të gjitha janë trillime. Të gjitha nxirren nga një figurë, nga Edi Rama dhe Lubia. Çoje ku të duash ti atë? Që të kapë dhe ty për si sklav. Pa jo mbetet krye hajdute e shqiptarëve pas Edi Ramës. Dhe tani, raporti nuk minatohet. Raporti duhet lexohet këtu dhe mbi bazën e raportit të lexuar të Këshillit të Ministrave të bëhen diskutimet dhe pastaj të votohet rezoluta. Ju krijoni agjendën sipas qefit tuaj, por nuk është kështu. Si ka mundësi të diskutojmë për një raport që nuk e din qytetarë se çfarë është? Pse ja ufshini qytetarëve raportin ju? Pse ja ufshini qytetarëve raportin? Cili është? Sepse keni mbushur me mashtrime, të dashur qytetarë, e kanë mbushur fund e krye me mashtrime. Nuk guxojnë të dalin zot raportit. Skandal! Nuk arrini gjerë këtu. Keni detyrim ndaj qytetarëve të dalë këtu, të lexohet raporti, me qenë se përfundoni ju lutem. po tani si të përfundoj unë kur ju kërkoni të diskutohet për një raport që nuk din qytetarë se çfarë është? A e mendoni ju se çfarë kryeni këtu? A e mendoni? Si mund të pranosh ti një gjë të tillë, zoti kryetar? Të flasit për integrimin, një raport të tërë dhe s'ke një fjalë, qytetarët nuk dinë ç'është thënë. Çfarë jeni ju, am thonë? Shpell mafje? Po. Dhe ju që po më shifni atje do të bëj një pyetje unë këtu. Si ka mundësi që ajo e quhen pallosh i gjatë dhe ai bën gjithçka për ta mbrojtur, kurse ti e quhen Skënderbeg dhe të flak. Cila është? Cila është arsyeja? Përfundoni ju lutem. Atëre për të qenë korrekt me rregullore. Sali pa besueshëm, sepse një konfisht tjerë edhe denoncuesi
më i madh edhe garantuesi më i madh i sistemit. Kështu që kur të çlirosh sistemin, kur të çlirosh partinë, kur të çlirosh opozitën, mund të flasim këtu dhe ndoshta terma doktor do të ngjisim më shumë. Po sot për sot, kontradikta e thellë të qenurit edhe denoncues, edhe garantues nuk ta jep të drejtën të flasësh dhe i jep qytetarit të drejtën të mos i besojnë. Faleminderit.